Dhe demokracinë në Shqipëri e ka pru Partia e Punës e Shqipërisë. Që ta dishti. Ne e dim që e solli lëvizja studentore. Një minutë. Revolucioni i parë fare për demokracinë në Shqipëri e ka bërë rinia vitit 71-72. Ku kam po pjesë unë 15-16 vjeç. Ato, do të thënë liberalizimi, festivali 11. Vitet e festivalit 11. Ajo është revolucioni i parë. Ne fillum të lënë përsetat. Çunat e Tiranës Poleni që ishim ne katonar nga rrethet. Morëm dhe ne kot më kot. Me patallona ka u goj, me këto knishat me jaka. Fillum dhe mësusët. Tu veçu e gjithë e këte ne. Filloj një jetë ndryshe, një muzikë ndryshe, një sjellje ndryshe. Perëndimore. Derisa i ranë sy byrës politike, u bërë plenumi i tretë i Komiteti Qendror Shoko Ramiz, me të fillu rinia për diel, do fshim pallatin, do bëjmë shëdhiku. Po? Se me gjithmen unë ngritën të studentët që thuti. Qofse të pëlqen folim për këtë temë, se unë s'kam pas rasasi. Do të pyes pak më vonë. Kush vinte te 15 kaçi? Cilët ishin klientët e tu? Politikanë, artistë? Të gjithë vishin, nga të gjithë fushat. Na trego disa që ti u shërbej, që kishin... Ja, tash e di kjo. Nga politikanë të tjerë? Byroja politike vinte? Jo, rrallë. Nuk vinte? Rrallë. Enver Hoxha erdhi ndonjëherë, shërbeu ndonjëherë? S'vinte asnjëherë? Kam pasur, jo. S'kishe shans? Po i të shokojnë verë, me ty të shokojnë verë, ke 15 kaçi, dhe meshin 15 kaçi, dhe qonin një event tjetër, dhe pasaj qonin. Po me qeu? Ja, pas kam qenë unë në atë kohë, me qeu. Po, në atë kohë, me medim të thënjishin ju vra, po. Nuk ka qenë asjerë. Nuk ka qenë asjerë. Ja. Po të tjerët? Ramizalia? Ja. Asnjë, nuk vinin këta. Tani kush vinte nga artistët? Agjileshi ka një 2 herë kështu. Kush? Agjileshi. Presidenti? Po, mirë, njeri shumë i mirë, burri urt, pajsor. Nga figurat publike, aktor, këngëtar, kush ka ardhur? Shumë pak, vetëm kur kishin ndonjëherë këto të që vinin për xhirimet e vitit ri që s'kishin ku me flet. Edhe flinë aty? Edhe gjende në një vend me flet aty. Kush i paguante? Po dhe vetëm ato, se nuk është se çore. Shtrejti ishte? Po jo më burr nuk ka gjendë. Po 100 lekë duket bëjtë dhoma. A kupta? 100 lekë dhoma, po një pastë aty më mend unë 90 lekë më. Jo më dha 25 lekë. Kush me 25 lekë e kam bërë atje 90 lekë pastën? 93 lekë bëjtë bifteku. 93 lekë? Po më dha. Ua, ma paska. Po mirë, ti në një figure, shembull po themu, parashivi si Maku, që ishte ylli i Tiranës asaj. Vinte? Kur ka njërë ka qenë festival, edhe vjen kjo shokja parashqivis Jolanda Dhamo. Po, nga Durrës. Ka qenë shumë simpatike Jolanda. Edhe vazhdon të jetë. E në vjetë, tha, kështu bishte, kemi qenë prova, tha, ishin mëllë, s'kishin ku më hongër. Edhe erdhen në ty, tha, po presë edhe Parashën, tha mu, për Parashqivin. Po? Edhe ishte ere parë që unë u takoj me Parashqivin. Erdhe ulen, tha mu, gjike kjo është Parashqivia. Kush të shumë Parashqivi si Makom, dhe në unë të vej. Tha shumë, Fatorina, tha shkjo të butë su ke linja kombinatit tjeti, tha shumë. I këshu dhe vërë të Parashqivit? Me pas ke katuar. Po pra, edhe ajo, tha, Alanda këtu sërjet, tha qomi, ikim lutëm, tha njoj, tha shumë. U mërzit, hë? Unë më yllë, tha u ofendua me dhe. Te e yllë i Shqipërisë është pësit nga të smojshë aty, këteni. Po jo kliente e kësho. Lere që thonë to Renacakët që i din të që? Që hynë të dilte Parashqivia. Nuk hynë të dilte? Po jo mërë burë 2 herë, 3 herë ka qenë Parashqivia shkreta. Po lere dhe këto mitësit që thonë me ka? Mate Bobratin. E dim që ka pas mitësi me Bobratin, pas herë nuk kanë bo këshu mitësia këshu. A ka qenë e rregull? Parashqivia? Po. Që themë, të që i vyllë, ore ne yjet i sulmojmë. Jemi vetëmi kom që yjet i sulmojmë. I vetëmi kom që i sulmojmë. Ne në vend që një yll të arrujmë si yll, edhe në qofë se diku është bo pisë të pastrojmë, ne atë e sulmojmë. Po nga këta aktorët, me këta do këtë pasu ti, kanë ardhur atje yjet e kinematografisë shqiptare. Keni histori? Jo. Nuk e? Nuk vishin. Okej, to të stradave në jerë, këto që vishin që rojshin këshu. E në radio se kanë qenë klienta këshu. Aty ke 15 kanë që vishte, të që këj grupi, më falë, këj grupi i këshu, ishte një grup që lagjish. Që lagjin, Po, drejt. Ishin ta?
drejtore, nuk është e ishme, derisa nuk jetojnë, Po? unë nuk jo përmend emrat. A kupton? Po? Ki bishin qylit e këte ne. Po kush i pagon të që apo ikin pa paguar? Po jo pagush, ti që të merrin ty me vete. Merrin dikë. Po merrin dikë, a kupton? A ikte ndonjëherë pa paguar? Edhe nga gazetaria, edhe nga kjo, a kupton po jo. Ishte bile se kam një histori me Arshin Gjezon. A kryeredaktorin e Zërit Popullit? Arshin Gjezon, jo tek të vitin në orën 11. Ne e myllqim lokalit, në i vitin në orën 11, pa 5, Se marrë dhe gazeta vonë atër? Jo, pa i priset vitë orë 12, e që do të ashtu, e mërë të shtyte njëjqim ne. Unë në mërzita i thësh, të në falës është, pagujmë se myllim lokalit.